Shoqërim Nurtëllari. Kur njerëz pranë pushtetit si Ergy Sagasi dhe Mirlinda Karçanaj dyshohet se kanë pasuri marramense, sa mendoni se mund të ketë akumuluar vetë Edi Rama? Nëse Partia Demokratike vjen në pushtet, a do të sekuestrohen këto pasuri dhe çfarë do të ndodhë me vilën e Surrelit? A mund të hapet për publikun si simbol i abuzimit me pushtetin? Pyetje shumë e drejtë. Ju garantoj se një agjensi shtetërore do të ngrihet vetëm për identifikimin, gjetjen e pasurive dhe fondeve të fshehura të qeveritarëve aktual dhe të gjitha. Do të konfiskohen, të shtrohen në pasuri publike. Fati i sarajeve të Surrelit është e vështirë të përcaktohet sot, por një gjë është e sigurt. Ato saraje janë saraje krimi. Muret, tullat, brendëlia, qelqet, xhamit, çatia janë të gjitha ndërtuar me para krimi. Janë të ndërtuara nga kompani të cilat kanë rjepur shqiptarët në tendra nga qeveria. 4.400 metër katror tokë janë të paregjistruara. Imagjinoje pak. Toka tjetër dhe po këto janë në kundërshtim flagrant me ligjin. Janë deklaruar me një çmim qesharak 2 euro për metër katror në një kohë kur çmimi në atë kohë ka qenë minimumi 25 deri në 40 euro metri katror sipas terrenit në atë zonë. Edi Rama kishte gjithsejt gjatë të deklaruar në ILDKP 400.000 lekë dhe 3.800 euro. E gjithë pasuria e tij. Ndërkohë, sarajet e Surrelit me themele më të gjata se çdo ndërtesë qeveritare, se presidenca dhe se ndërtesa tjera lëshonin shtat me materialet më të kushtueshme. Po kështu është pallati Mpaj i zonjës Rama, për të cilin nuk ekziston asnjë faturë doganore, tatimore, bankare, çfarë do lloj. Ka mbi nga toka dhe zonja Rama thoshte është bërë me para gjaku. Parat e gjakut janë parat e vrasjeve, parat e trafiqeve. Nuk është e vërtet dhe nuk besoj që njërë i vllai saj tjetë i tillë. Se nuk kam dëgjuar ndonjëherë që i vllau i saj është trafikant droge apo është vrasës. Po ajo i ka deklaratat pak kështu. Ajo është një edhe për sarajet e Surrelit na tha që janë ndërtuar me paratë e Kurbanit. Ju kujtohet apo jo? Kurbanin një kohë kur s'ka të paguar si takse Edi Rama për Kurbanin. Imagjinoni si u ndërtue. Pallati me paratë e Kurban që as koteci që kanë përqenien e aty në anë të shtëpisë nuk mund ndërtohet me paratë e Kurbanit. Breshkat, falni se tash qenë, se ruan breshkat i ka banorët shtëpisë.